Të rinj shqiptar jetojnë me prindrit të dytët pas malit të zi. Të rinj shqiptar largohen nga trungu familjar vetëm kur u duhet të emigrojnë ose të shkojnë për të studiuar jashtë qytetit të tyre të lindjes. Një raport i Eurostat nxjerr në pas se 60% të rinjve në Ballkan jetojnë me prindrit e tyre. Shqipëria renditet e dyta pas malit të zi, me 65.6% të rinjve që jetojnë me familjarët e tyre në të njëjtën banesë. Të dhënat për Shqipërinë i përkasin vitit 2021. Mali i zi kryeson 68.8% me të dhënat për vitin 2022. Gjithmonë dhe më pak të rinj kanë mundësinë të kenë një banesë të tyre, pasi çmimet e banesave janë të larta dhe politikat mbështetëse për të rinjt janë të pakta. Edhe faktori kulturor ka një element përcaktues për familjen shqiptare. Sa më pranë jetojë fëmia me familjen, aq më i sigurt ndihet dhe aq më shumë familja luan kohezionin e saj, ka thënë sociologja Entela Binjaku. Shpesher prindrit bëjnë krahasime me fëmijët kur vetë ata kanë qenë në moshën e tyre, edhe pse ka shumë ndryshime si në aspektin shoqëror dhe atë social. Përsëri, ky zhvillim po ndikon tek të rinjt e ditëve të sotme. 18-19 vjeçarët e para 40 viteve ishin më të aftë për të punuar, për të sakrifikuar më të varfër, por me një nivel të lartë angazhimi ndaj familjes dhe vetë përmirësimit të edukatës dhe normave familjare. Merrnin më shumë vështirësi mbi supe të natyrës familjare, martoheshin dhe përballeshin me shumë vështirësi, ndërsa sot të rinjt janë më egoist dhe sakrificat janë më të pakta, tha Binjaku. Megjithatë, faji nuk u mbetet vetëm të rinjve dhe familjeve, por edhe politikave sociale që duhet u vinë ndihmë këtyre të rinjve. Duke mos patur këto lehtësira, sidomos në aspektin financiar, ekspertët thonë se do të vijojnë të jemi në këto nivele. Kostot e jetesës janë të larta, pagat janë të ulta. Të rinjt 18-19 vjeç kërkojnë më shumë komoditet dhe rehatin e tyre dhe janë më pak të gatshëm të bëjnë sakrificat për lirinë e tyre. Raporti nxjerr në pa të dhënat nga viti 2021 deri në vitin 2024 për disa shtete. Ajo që bie në sy është se në Europën perëndimore përqindja e të rinjve që qëndrojnë në shtëpinë e prindërve të tyre është relativisht e ulët, duke filluar nga 11% në Holland, në 40% në Irland. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tek qytetarët e moshës 25-34 vjeç, bashkëtesa me prindrit është rreth 19.2%.